Dragonland. Sot ndodhemi tek hapësira e Ish Uzinës Dinamo, është një magazin e madhe dhe prapa meje po performojnë Jericho. Është një mbrëmje e cila tashmë ka nisur, Bojken Laku na ka dhënë emocione shumë të forta, të gjithë kemi kënduar, mua më ka ikur zëri, ndërkohë që tani është Jericho dhe pas tyre pritet që të luajë Leo Chico. Kjo mbrëmje i mbledh vërtet shihet e gjithëve, kështu që ju qëndroni me Dragonland për të parë atmosferën në Rock Wave dhe mënyrën se si po kënaqen të gjithë. Për kë ke ardhur sot, për Bojkenin, për Jericho apo për Leon? U kam marrë dhe për Bojkenin dhe për Jericho, du të shumë. Cila është kënga që deri tani e ke kënduar aq shumë sa do fyti? Ajo është kapet për Jericho, kurse të Bojkenit i ka gjitha të bukura se kena kohë që të gjojmë edhe. Okej, për Bokun, për Jericho, për Leon, për kë ke ardhur? Për Bokun. Cila ishte kënga që e këndova aq shumë sa do fyti? Gjitha. Po mirë, aty përpara po bëhet poga, e di që është poga? Si? Aty përpara po bëhet poga, poga është ky kërcimi që me talarë. Aha, jo. Për kë ka ardhur mos është shumë, kë kisha më shumë qef t'i gjoja? Jericho. Jericho, i ke dëgjuar më parë? Sigurisht. Live tëm. Live jo. Era parë, si po duket? Shumë. Njerëzit aty po bëjnë poga, është kërcimi që të gjithë përplasën me njëri tjetrin. Jo. Jo. Ti? Jo. Sado që duke sikur si e tip që këndon, cila është kënga e Jerichove që ti do të knosh aq shumë sa do t'i zëri fare? Shkaba. Shkaba. Kjo është festë shumë e tmerrshme, jeni të gjithë shumë të gjatë. Nuk ja dal dot, jeni shumë gjatë. Unë më shumë nga gjithë. Ke të tuat sot apo i ke lente? Kam lente. Nice. Okej. Qura, po pse s'po bëni poga aty? Po, dhe u qa konge. Po, shiko. Unë doja të bëja intervistë, po çuna dua të kërcej, kështu që po ikë. Kush i ka pirë gjitha këto? Ky edhe unë. Me ndihmën e shokut. Hajde. Tani të jemi sinqert, ne kemi mëkatuar bashkë. Unë ky, këtë nuk e njohim. Është edhe ai aty, edhe ai aty. Edhe ju! Po që keni shumë! Keni mbledhur gjithë, keni ardhur për Bojkenin, për Jericho. Ne kemi ardhur të bëjmë kërkim shkencor, se si ndikon bira në organizmin e njeriut. Publicitet. Okej. Mirë, cila është kënga që keni kënduar më shumë sot? Më shumë sot. Sot Tamli Nonas. Jericho ti kishe dëgjuar më parë live në Shqipëri? Patjetër. Patjetër që kishëm dëgjuar, po që kjo është e paparë dhe kështu duhet të vazhdoj. Okej, për kë ke ardhur sot këtu më shumë ti? Bojkenin, Jericho, Chico? Për Jericho, më shumë nga të gjithë. Sepse janë original, muzikën që bojnë. I ke dëgjuar tjetër në Tiranë, Jericho ose në Kosovë?
Po, i kam lëgju edhe vend tjetër. Po mirë, ma tregoj që ka historinë me vokalistin e Jerichove. Isha duke pi kafe me vokalistin e Jerichot, po nuk e dija që isha ai, a kupton? Me kapelën. Edhe po i flisha për grupin e vet. Tje, ai grupi Jerichon pëlqen shumë, unë jam vokalisti më tha. O e thash, hajde ta bëjmë një foto, ku je? Direkt. Direkt. Mishta Golen sot ju treguam për një festë e cila në fakt fatkeqësisht në Tiranë vjen shumë rrallë. Sot kishim Bojken Lakon, të cilin me sa duket nuk ngopemi kur duke e dëgjuar live. Kishim përftuar shumë special Jerichot, të cilët na mungojnë vërtet shumë dhe presim gjithmonë më shpesh që të vinë në Tiranë. Tani kemi një moment i cili është shumë patriotik dhe pas këtij momenti pritet që në skenë të ngjitet Leo Chico për gjithë ata të cilët duan edhe muzikën elektronike. Mbrëmja sotme ishte organizuar nga kolektiv. Nëse mund ta dëgjoni njerëzit ende presin që Jerichot të rikthehen në skenë. Dhe këto kanë përshtypjen janë mbrëmjet e rralla, të cilat është fat nëse i ndjek, dhe ne gjithmonë përpiqemi që t'ju ja sjellim promesa Goland. Vazhdoni qëndroni me Goland.